Çudit vajza nga Puka. I fejuari është kot fare në shtrat, kurse unë dua dikë që të më si t'ja bëj, ata ndaj. Një vajzë e fejuar ka pak kënaqësi për jetën seksuale që i ofron partneri i saj. Vajza thotë që djali e dashuron, ama mungesa e kënaqësisë në marrëdhënie intime po e bën të dyshoj për jetëgjatësinë e kësaj fejese. Kjo është historia e rrëfyer. Disa ndoshta edhe do të më paragjykojnë, ama ky është kthyer në një problem serioz për lumturinë time. Jam një vajzë e re lindur në Pukë, por jam rritur në Itali. Jam e fejuar prej vitesh me një shqiptar të cilin e dashuroj, por i fejuari im ka probleme në shtrat. Nuk më kënaq as mua as veten. Kështu ka qenë që në fillim, por unë nga dashuria që ndjeja e pata anashkaluar. Ama tani që në afrohet vendimi për martesë, kur e kujtoj sa kot është seksi me të e sa kot është ai në shtrat, jam në dilemë. Gjysma e jetës është në dhomën e gjumit. Kështu siç jemi ne, as fëmijë rrezik nuk do të arrijmë të konceptojmë. I kam kërkuar disa herë të kërkojmë këshillim ose të vizitohet sepse nuk arrin të më bëj gjë, por ai nuk pranon. Në rregull jam, thot. Madje më fajson se unë nuk e dashuroj, kur në fakt unë nga dashuria, po më nxihet jeta e më ikën rinia pa shijuar këtë akt normal për këdo. Kam pretendime në këtë aspekt, vetëm debatojmë dhe vetëm zihemi. Kur pajtohemi, sa shkojmë prap, është një tmerr dhe sërish zihemi për javë të tëra. Kështu nuk po më shtyhet më. Çfarë duhet të bëj? A duhet të ndahem? Se ai nuk pranon të vizitohet. Shkruan ajo.